Teksa poston një throwback, Klea Huta në rikujton edhe një herë foton e bërë pak kohë më parë me njërin ndër personazhet e momentit të telenovelave turke, Ertugrul. Throwback, çfarë vjen më pas? Shkruan Klea, e cila me siguri do të jetë shqiptarja e dytë pas Almeda Abazit, që bëhet pjesë e një telenovele turke. Motrat vjollca nuk harrojnë asnjë moment të shprehin dashurinë ndaj njëra tjetrës, ndaj jo më kot gëzojnë simpatinë e të gjithëve. Këtë e tregon edhe urimi që Marina i ka bërë për ditëlindje motrës së madhe të saj, Lirës. Lali ime sot ka ditëlindjen. Qof gjithmonë e lumtur, forca jon. Krenare që jam motra jote dhe më e mira, shkruan Marina. Pas shumë lajmesh mbi shtatzaninë e saj, Tuna më në fund e zbuloi të vërtetën gjatë pjesëmarrjes së dieshme te Kënga Magjike. Këngëtarja pranoi se ishte shtatzën dhe aktualisht po kalon një nga periudhat më të bukura që përjeton një femër. Ajo i ka kushtuar edhe një mesazh fëmijës pak para se të dilte në skenë. Brenda trupit tim ti je. Sonte do të këndoj me ty. Këto janë emocionet e para të shprehura nga Tuna. Ndodh që edhe vajzat e ekranit i kap dëshira të heqin rrobat e skenës dhe të vënë përparsen për të gatuar. Këtë ka bërë edhe Çilieta mbrëmjen e kaluar, e cila nëpërmjet fotos së postuar ju tregon të gjithëve edhe anën tjetër të saj, që ndoshta nuk e njihnit. Me siguri një pjatë spageti e gatuar me shumë dashuri ka qenë e preferuara e portierit të Partizanit.